Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e kësaj teje në unazën perëndimore të qytetit të Shkodrës, ku një person 62 vjeç ka ndëruar jetë në vendngjarje, ndërsa 2 të tjerë janë plagosur rënd. Syri televizion ka siguruar videon që tregon momentin e aksidentit, ku siç duket, viktima ka qenë duke lëvizur me biçikletë në anën e rrugës kur një makinë tip Benz që drejtohej nga Adnan Galica e përplas me shpejtësi, ndërsa më pas Benzi merr përpara edhe një mjet tip Ford që drejtohej nga Fatbardh Lishi, ndërsa biçikleta ka fluturuar disa metra më tej. Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe fatale për drejtuesin e biçikletës, 62 vjeçarin Shkëlqim Krasniqi, banues në Shkodër, i cili ka ndëruar jetë në vendngjarje. Gjithashtu nga aksidenti u plagosën rënd 2 drejtuesit e makinave, Adnan Galica dhe Fatbardh Lishi, të cilët u dërguan menjëherë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Nga aksidenti janë dëmtuar edhe 2 makina të cilat ishin të parkuara në zonë. Ndërkohë policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit të rënd, me pasojë humbjen e jetës së një personi.